Së fundmi është folur se dy zyrtarë të lartë shqiptarë që qeverisë shqiptare kanë pasur një takim me disa prej bosëve të drogës në Aruba. Për të folur mbi këtë temë, por edhe mbi aktualitetin, protestën si dhe samitin e NATO-s në Turqi, kam të ftuar në një lidhje direkte kolonelin e njohur zotin Hajro Limaj. Zoti Limaj, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje. Kolonel, mund të na thoni se çfarë ka ndodhur realisht në Aruba dhe si shpjegohet që zyrtarët takohen me bosët e drogës? Në faqen e parë të gazetës sot, të ditës së sotme, është botuar një intervista e avokatit Lagozi, ku shpjegon se deputeti i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri dhe i sekretari përgjithshëm i Këshillit të Ministrave Angela Gashi janë takuar dhe biseduar me organizatat e krimit ekonomik dhe financiar për të bërë investimet e drogës dhe të parave të pisa në Shqipëri. Në qoftë se vërtetohet që prokurori Spakut ka heqë emrat e dy këtyre personave nga dosja e hetimit, prokurori Spakut duhet të arrestohet menjëherë dhe t'i jepet dënimi maksimal për shpërdorim të thellë detyrës. Dhe më teja, kundërshtimet që ka bërë Damian Gjiknuri më parë për këtë, çdo gjë ka një fund dhe po vërtetohen që fatkeqësisht deputet dhe kuadro drejtues të qeverisë në pushtet kanë krijuar një strukturë kriminale që kanë futur vendin në krizën më të rëndë të funksionimit të shtetit demokratik ligjor dhe nuk është më shteti shqiptar sipas kushtetutës shtet parlamentar, po shtet kryeministror që Edi Rama ka pushtuar të gjitha pushtetet dhe institucionet dhe nuk funksionon asnjë prej tyre. Sepse edhe kjo që po flitet për rastin konkret të Arubës dhe Spaku pas ka mbritur deri në pikë, pra i vetëm institucion që kishte një farë besimi, jo të plotë, farë besimit e popullit, tregon që shteti shqiptar është i pushtuar nga një njeri dhe futi vendin në qorsokak, shumë të vështirë për dalë nga kjo situatë e strukturuar anti-shqiptare, anti-njerëzore, antikombëtare dhe kanë vënë në pikë pyetje vazhdimin ekzistencial të Shqipërisë. Kolonel, shumë e madhe. Në fakt zoti Gjiknuri deklaroi që nuk është e vërtetë si informacion. Besoni që ai ka thënë vërtetën? Më dëgjoni? Zoti Gjiknuri ka deklaruar që s'është e vërtetë si informacion dhe unë s'kam qenë kurrë në Aruba. Në qoftë se ai nuk ka qenë unë atëherë të bëj kallëzimin penal për avokatin që ka mbytur botërisht në shtyp dhe televizor dhe ta vërtetoj në qoftë se është burr në organet e drejtësisë ka qenë as ka qenë. Por ashtu siç e shpjegon avokati me argumentat që jep, ku brenda këtij grupi ka qenë një shërbim sekret amerikan dhe ka incizuar gjithë bisedën dhe të dali burr dhe të mbrohet. Pra, është fatkeqësi e madhe kombëtare që e dini me kishte probleme madhore qeverisë Rama, po si do kishte mbritur në përmasa kaq të llatarshme, nuk mund ta imagjinonim. Pra,
është kthyer një qeveri si me element mafioz brenda dhe jashtë vendit për të futur në Shqipëri kolonializimin e Shqipërisë, gjoja me investime strategjike, me strategjicjenët që emron Rama mafjen botërore dhe shqiptare. A besoni që SPAK-u mund t'i shkojë deri në fund sa të hetojë gjithë çështjen dhe të dalin zyrtarët e përfshirë në këtë, po themi, takim sekret që është zhvilluar në Aruba? I dashur gazetar, unë kam qenë një nga ata që kam menduar se SPAK-u do vepronte, por siç e kam thënë në kanalet e televizive të kohëve të fundit, gjykata kushtetuese dhe SPAK-u që paguar nga populli shqiptar, 9 antarë gjykatës kushtetuese, në qoftë se do vazhdojnë kështu që kanë, që nuk po anullojnë me urgjencë, sipas detyrës që ka dhënë kushtetuesa mbrojtjen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale që ka dhënë Rama, do të shkojnë ata në gjyq kur Rama të rrëzohet nga pushteti. Ashtu si dhe SPAK-u ka përgjegjësi shumë të rëndë që nuk vepron me kërkesën e madhe të popullit shqiptar dhe që kanë shuar disa shqiptar dosje. Po shpjegoj, janë disa shqiptar ka shuar dosje me shkrim, me firma në SPAK dhe SPAK-u floj gjumë, troç. SPAK-u dhe gjykata kushtetuese janë shkaktarët kryesorë tani të mos zgjidhjes së krize. Demonstratat kanë vlerë dhe tyre shpirtërore, po institucionet që paguar me gjakun e popullit shqiptar janë gjykata kushtetuese, që duhet veprojë siç veproi për ujërat territoriale të Greqisë të anullojë menjëherë Sazani Zvërlesin, ndërsa SPAK-u ka me ligj që menjëherë të fillonte krimin e organizuar të Tiranës. Të dyja heshtin dhe një ditë do përgjigjen. Pra, shteti është i rrënuar, nuk funksionon, Edi Rama ka pushtuar të gjithë institucionet shtetërore dhe siç e thash më parë, është shtet kryeministror. President nuk ka, është bën noteri kryeministrit, kuvendi me listat e zgjedhura i komandon Edi Rama, gjykata kushtetuese dhe SPAK-u flër gjumë, ja ku shteti shqiptar sot. Kolonel, do të pyes edhe lidhur me protestën, çfarë po ndodh dhe a besoni që do ketë rezistencë dhe t'i shkojë deri në fund në largimin e Ramës? Populli shqiptar është mbarsur me urrëtitjen më të trëbuar kundër këtij sistemi, dhe duke qenë se Edi Rama nuk dha dorëheqjen kohën e dur, është bërë personi më urryer sot. Se po të kishte qenë i zgjuar sadopak demokratë shqiptar, që ditë e para kishte dhënë dorëheqje dhe nuk do kishte marrë këtë urrëtie kaq të madhe ka marrë sot. Rezistenca e tij antikushtetuese, antiligjore për të marrë pushtetin me dhunë kundër vullnetit të popullit shqiptar për largimin e tij, natyrisht e ka lodhur shumë popull shqiptar, se thonë mbi 42 ditë protesta. Por protestat lodhen, po ai ka marrur në barkun dhe në shpirtin e shqiptarëve urrëtitjen e pashlyeshme, të cilën fatkeqësisht nuk e kupton ose e kupton, po duke qenë se është zhytur shumë rënd dhe nuk e lë Izraeli, Serbia dhe Sorosi t'ia dorëheqjen, po i sjell këto pasoja kaq rënda vendit. Kolonel, besoni që pas Ramës që nuk lejon që t'jap dorëheqjen është, domethënë, fshihet Serbia dhe Izraeli dhe forcat të tjera që e thonin këto? Po zotri, sepse me këto shteta i ka bërë marrëveshje dhe aleanca, dhe largimi i tij nga detyra do të thotë prishet gjitha marrëveshjet. Të iki Izraeli nga Sazani, nga Zvërneci, Vučići të vejnë te Miloševići në burg, atë ku vdikti ai, miku i mushtë, dhe Sorosi dihet që Sorosi plak nuk del dhe ky shëtit me djalën e tij në Spanjë dhe kudo. Pra, janë interesa të mëdha strategjike të këtyre vendeve të
ju ka hapur dyert Edi Rama me pasojë të rënda për sigurinë në bordë kombëtare të Shqipërisë, për ekzistencën e sovranitetit dhe tërësisë territoriale. Shqipëria sot nuk është 28.000 km2. I dashur, shikoni te gazeta Dita dje, është hedhur komplet projekti me vila të gjithë Bregdeti Zvërnesit, që ky nuk e tregon. Pra, ai ka shkel me të dy këmbët kushtetutën pasi transparencë popullore për pasurinë e këtij populli, po e trajton si një pronë pa zot, se nuk është asetia, se po të ishte tia dëshisë të vërtet miliarda, po i falë për të shpëtuar rrugë ka hyrë. Sazani nuk është me qira, kemi kërkuar dokumentin e pra, një objekt kur jepet për tregti jepet, o me qira, o shitet. Ku e ka qira, sa qira do marrë në muaj, apo në vit populli shqiptar nga Sazani, Ivankës dhe Kushërit? Zero. Sa para e ka shitur që thot Ivanka, ishulli im privat i Sazanit? Zero. Pra, shikoni çfarë bëhet. Ishulli strategjik të mbrojtjes Shqipërisë, që lidh me zeun Atlantin dhe Adriatikun, Edi Rama ja fal mafjes botërore. Ka tradhtim të madhe. Neve mbrojtëm Shqipërinë gjatë luftës së ftohtë nga gjitha kërcënimet që i vinin nga shtetet kufitare dhe nga shtetet e mëdha, dhe nuk lejuan të meshin një plëmb, ndërsa tani tradhtia brendshme dolin më e madhe se jashtëmja, fal Sazanin, Zvërnesin, duke bërë marrëveshje të kundralishme, pronarët e vërtet janë hedhur në rrugë, dhe mafia e drogës ka ndryshuar dokumentat. Prandaj Edi Rama hoqi kadastër nga Vlora dhe i msheu dokumentat fshehur në Tiranë. Vlora e ka lënë pa kadastër para se të shpërthente Zvërnesi. Skenari tani ka dalë hapur. Ai u zhvesh lakurik para popullit shqiptar dhe gjithë medias botërore që unë e ndjek, është bërë objekt diskutimi televiziv dhe shtypit. Emrin ton të nderuar të Shqipërisë, i dyti mas Berishës, po e denigron, po e fendon, po e ul këtij vendi të artë me këtë popull të shkëlqyer që nuk ka zot. Ja ku e çoi. Kolonel, si e pat përfaqësimin e zotit Rama në samitin e NATO-s në Turqi? Sipas disa të dhënave dhe deklaratës i bëri kryetari i opozitës Berisha, apo dhe katëdhjetë e mia, ka ardhur komandant i përgjithshëm të forcat armatose të Shqipërisë, presidenti të Republikës, të marrë pjesë në këtë si komandant i përgjithshëm. Dhe Edi Rama e bllokoi, e shmangu presidenti të Republikës dhe pasaj shkoi vetë, vajti me atletet e bardha që lanë namën, sa sekretari përgjithshëm ja bënte me gisht dhe tregonte Trumpit me ç'ishte veshur. Ky është njeriu i çuditërave, i turpeve. Dhe ata me drejtë hoqën nga rreshi i parë shuan atje në rresht të fundit murit, se pun fare atje. Por ku erdhi problemi takimi me Erdoganin, ja tregoi vendin. Ikën do rrotha vish këpucë, pastaj te unë. Dhe siç e pati shkoi me këpucë zeza dhe me kostum zi. Pra, është bërë bakalaro e diplomacisë dhe turpit të Shqipërisë dhe talët botëm e të. Si e shikoni të ardhmen e zotit Rama, mendoni që doja hedh kësaj stuhiet protestave apo mendoni që po themi fundi politik i tij ka ardhur? Por edhe u kam pa detyra shtetërore të rëndësishme dhe dorëheqjen e tyre gjë tepër normale për mosmarrëveshje, lemën të tragjedi shqiptare. Ky zotëri e quhet detyrë e kryeministit pronë të tija dhe mund të rri se thot më ka votuar, se votuar mashtrim e tij fare. Kjo është shmenduri deri marti. Në 10 vjet janë ndruar 7 kryeministra të Anglisë si Lurzon. Jo për korrupsion, sa të s'ka krim organizuar,
për debatën politika të zhvillimit të vendit. Ky hyri vitin 14 dhe ka futur Shqipërinë në grop me 780.000 pensionistë që bëjnë lufër buk, nga të cilët 528.000 kanë nën 200.000 lekë të vjetra. Pensionistët shatin 106.000 lekë buk tatë. Dhe pensioni minimal në qytet 206.000 dhe ky mburret. Kur të ardhurat për frymë të shtresat të mesme janë me Afrikën e Veriut, morë zotëri. Ky zotëri me bandë kriminale që ka krijuar qeveri jeton në qiell dhe paguan deputetët 4.800.000 në muaj servilet e tia, dhe vetë tia me shartën e bie botës të kryqe tërthor, dhe vetë në vitin e kaluar, udhëtimet me avion të qeverisë në hoteleve janë 3.2 milion euro. Gjakpirje e këtij populli që u kthye i skllavëruar. As Gjermani dhe as Italiani sa bëri që ma bërkyja. Është të mërshme. Në vendin tënd, në aftën tënd, të kalosh këtë dramë në shekullin 21. Një vend me këto pasuri të jashtëzakonshme në toksore, që vetëm vidhen në mafia huaj me këto dhe vështetë fare, është të mërshme. Erdha në aftën si diplomat, se mendova do rregulloj Shqipëria. Erdhe fëmijët e mi në arsim të lartë e shtetit. Mirun, po mora qa fëmijët me këtë dramë që po e për ky njeri. Kolonel, keni shpresë se gjërat mund ndryshohen? Gjërat do ndryshohen, problemi është lodhje e madhe. Pa një ditë do ta paguaj. Por nuk ka bëj si e bëri dhe kolegu tia i Maqedonisë, si i ku arratis e mori për lukari dhe sot i sekuestruan 3 vilat në Maqedoni që se realizove. Çdo gjë ka një fund. Ka fund. Fundi do jetë turpshëm dhe më madhi është në librin e historisë Shqipërisë, të këtij brezi do radhitet si traktat më të mëdhtë të kombit. Unë kam botuar 9 libra që si e ndjeni. Libri 8 ishte lufta e ftohtë dhe Shqipëria 43-90, ku paraqes vlerat e mëdha të shtetit shqiptar që filloi gjysmë feudal dhe erdhi industrialo bujqësor dhe mbrojtja dheu dhe vendim të shkëlqyrës me partira unë. Dhe pasaj e libri 9 është rrugtimi i Shqipërisë për integrimin formal në NATO. Dhe sot Shqipëria pas sigurinë përkombëtare. Formal në NATO dialog sepse të jesh antar e NATO strat pa do të jesh shtet demokratik ligjor. Ne jemi. Dhe pasaj pas sigurinë nuk kemi as një avion, dhe as helikopter, dhe as tank mbrojtës. A kupton? Na superfuqia ushtarake aeronale dhe në 90-ën, sot 0. E filloi Berisha e shkatëroi Rama. Dhe tani na bie izraelitët për të hapur shkollat ushtarake e tjera, braktisi Turqinë që ka qenë aleate strategjike në Shtatës dhe u bashkua me Izraelin armiku kryesor Turqisë, që ai e priti nga halli, se është kryeminist formal i Shqipërisë Turqi, pa ai sot është non grata në Turqi, se mblodhi urgjentisht kuvendin Erdogani dhe tha çfarë po ndodh me Sazanin dhe tani kërkohet të bën llogaritje borxheve të mëdha që ka Shqipëria që ka 92-shi t'i ka buaj popull shqiptar në fajt e Tiranës. Kolonel, pse u vendos që të kaloj nga, le të themi, raporti me Turqinë në raport me, po themi, problemet ushtarake tek Izraeli? Pse është kjo lëvizje e shtetit shqiptar? Jo se ke pa një disa misione pa 2 vjetësh të rratë Qafoku, u kanë trajtuar problemet se si rezistoi Shqipëria 45-19, që diaspora politike dhe ekonomike e mbështetur nga gjethurat e huaja nuk rrëzuan dot Partinë e Punë Shqipërisë, dhe e dyta, shtetet kufitare dhe mëteja me plane mbi harta për pushimin e Shqipërisë nuk realizohen dot. Pse? Pa zbulim nuk ka shtet. Filozofia botërore. Pra,
Me ardhen e Berisë në pushtet pikërisht u goditën pikërisht institucionet e sigurisë kombëtare, veçanërisht zbulimi informativ ushtarak ka shtetit. Agjenturat e huaja mondiale, e thash televizorun, të dhe të përdore dhe mas 5 vjetësh. Dhe thash në televizor troq, shikoni kush e ka drejtuar Shqipërinë, historikisht të gjithë kanë nga Franca. Në qoftë se bëhet e tjera quhen drejtori e zbulimit, Franca e quan inteligjenca diplomatike, të rekruton dhe kjo inteligjenca diplomatike franceze ka marrëveshje në drejtorinë e zbulimit të Greqisë, me drejtorinë e zbulimit të Jugosllavisë, edhe të Moskës, edhe u ashet dhe i përdor kur duan. Pra, nuk ka mundësi të jesh shqiptar i pastër që të bësh të veprimtari ka që rëna për Shqipërinë. E kupton vetë. Besoni që mundet Shqipëria të forcohet ushtarakisht dhe sa shpenzim duhet të hedh, pra sa lek duhet të hedh Shqipëria që të jetë një forcë ushtarake, le të themi që ta mbrojë veten. Shqipëria i kishte të gjitha. Tani juve që flisni me mua, unë nuk e di se sa jeni ndjeni për veprimtarinë time në fushën e sigurisë së kombëtare. Prandaj po ju pyes. Libri 9, rrugtimi i Shqipërisë për NATO, unë jam një nga aktorët kryesor të realizimit të këtij objektivi strategjik dhe di gjithçka se si u veprua gjoja në emër të reformimit të forcave armatosura, duke shkatërruar dhe kthyer në skrap avionët, tanket, artilleritë dhe gjithçka, se gjoja do razësohej me prodhimet e perëndimit. Thatmir me diu me shok, po të kishe shtet shqiptar do ishin burgjevet dhe shefat e shtabit përgjithshëm të asaj kohe, meqenëse shefja Brishti nuk pyeti shumë fare. Ka qenë strategjia e kësaj klase tradhtare, anti-shqiptare, që t'i heqi Shqipërisë çdo lloj force dhe mundësie mbrojtëse. Qarshi çdo lloj agresioni të jashtëm. Në librin që kanë bërë janë dokumentuara vetëm me dokumenta zyrtare dhe trajtojmë mjaft mirë pse u krijuan firma piramidale pikërisht në Vlorë, fola dhe televizion e vizion, dhe nuk u krijuan në veri fare. Pse? U krijuan në Vlorë. Pse kur mbriti fundi u dha urdhri për dorimin e forcave armatosura, drejtimin e cilëve kishin marrë ushtarakët më të paaftë, ushtarak të lidhur me partinë dhe kuadrën kryesoror i hoqën i hodhëm rrugë. Tash skenari shkall i shkatërrimit dhe i rrënimit të shtetit, në atë periudhë, në atë formë, sot gjoja nëpërmjet investimeve strategjike, kolonializimi i Shqipërisë, Berisha Rama, Rama Berisha në fund të strategjisë të shpërborjes së Shqipërisë dhe të kërcënimit të ekzistencës së Shqipërisë. Prandaj, rinia jonë e mrekullueshme i vajti thika në zemër, morë rrugët e botës e përzuri Berisha dhe Rama, i lanë pa punë dhe pa rroga, dhe u kthyen në atë dheun e tyre për shpëtuar atë dheun që kanë plagosur kaq rënd këta dy, veçanërisht Rama këto 13 vjetësh të mërshme. Por, do vonohemi, do shauzojem gjallë, po Shqipëria do shpëtojë se ka bidhje bia të shkëlqyer. Kolonel, faleminderit shumë për intervistën. Po Shqipëria.